Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ekstradimi nga Dubai në Shqipëri. Ja për çfarë është dënuar Klevjo. Mbrëmjen e së mërkurës është finalizuar një nga operacionet e profilit të lartë të policisë së shtetit, që solli në Shqipëri ekstradimin e reperit Klevjo Lahmetaj, i njohur ndryshe me emrin artistik Klevjo. 39 vjeçari me origjinë nga Lushnja ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar për disa vepra penale, përfshirë përndjekje dhe thyrje të masës së sigurisë. Autoritetet shqiptare kishin lëshuar urdhër aresti ndaj tij pas vendimeve të gjykatës së apelit në Tiranë dhe gjykatës së Fierit, të cilat e kishin dënuar për përndjekje të vazhdueshme ndaj këngëtarit Rigel Sërajku, i njohur si Noizi, dhe familjes së tij. Akuza përfshin ngacmime të përsëritura fizike dhe sulme verbale në rrjetet sociale. Gjykata e apelit në vitin 2024 i kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg, ndërsa më herët gjykata e Fierit e kishte dënuar me 9 muaj burg për largim nga vendqëndrimi i caktuar me vendimin gjyqësor. Arrestimi i Klevjolit u realizua në Dubai në kuadër të operacionit ndërkombëtar The Wanted, fal bashkëpunimit mes Interpolit shqiptar dhe zyrës homologe në Abu Dhabi. Pas ekstradimit të suksesshëm, pritet që Klevjo të përballet me drejtsinë shqiptare për akuzat e ngritura ndaj tij. Rasti i Klevjos rikthen në vëmendje diskutimin për përhapjen e përndjekjes në rrjetet sociale dhe pasojat ligjore që ajo sjell.